Në kuadër të fushatës sensibilizuese Tetori Roz me moton Roz për shpresë për guxim për jetë, u zhvillua sot një aktivitet ndërgjegjësues për rëndësinë e parandalimit dhe kontrollit të hershëm të kancerit të gjirit. Mjekja onkologë në Spitalin Rajonal të Shkodrës, Ana Gjoveli, ndau të dhënat mbi situatën aktuale në Shkodër. Ajo u shpreh se gjatë vitit të kaluar janë regjistruar 30 raste të reja me kancer gjiri, ndërsa deri më tani këtë vit janë evidentuar 25 raste. Por që qëllimi kryesor dhe motoja kryesore e këtij muaji është ka të bëjë me depistimin e kancerit të gjirit. Atëherë, duke bërë një parantezë dhe duke bërë një krahasim midis vitit të kaluar dhe këtij viti, në total vjet kanë qenë 33 raste të reja në Spitalin Rajonal Shkodër me CA mame, në cilën janë kryer 85 kimioterapi, ndërsa këtë vit kemi një numër deri tani, sepse nuk është përfunduar viti dhe që ne mund ta kemi një statistikë të 12 muajshve, por deri në muajin tetor kemi 25 raste të reja në total për këtë vit dhe numri kimioterapive që janë bërë janë 65. Mjekja dhe koordinatorja e organizatës autoktonos folën për rëndësinë e kësaj nisme. Ne përmbyllim këtë muaj së bashkut me mjekën onkologe dhe me shoqatën autoktonos, e cila merret me organizimin e këtij aktiviteti. Do flasim kryesisht për shtyllat kryesore të iniciativave globale të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ku një prej shtyllave është promocioni shëndetësor për ndërgjegjësimin për kancerin e gjirit. Normalisht që vetë të rinë ndërgjegjësimi, sepse problemi është që rastet janë shtu, familjet janë më të ndërgjegjësume, përveç se kanë dhe pasojat e tyre në jetën e tyre sociale, ekonomike të përditshme. Pikërisht sot jemi mbledhur për kauzën e kancerit të gjirit. Duam që zëri jonë të dëgjohet, të jemi një forcë për gjithë dhe të shpëtojmë jetë sado që të mundemi. Ndoshta ne nuk jemi shumë, por aq pak sa jemi, duam që të jemi zë. Domethënë, njerëzit janë më të ndërgjegjësuar, gratë kanë më shumë informacion dhe duan të dinë mbi shëndetin e tyre. Dhe këtë vit ka pasur më shumë vizita dhe diagnostikime mbi kancerin e gjirit. Aktiviteti u organizua në bashkëpunim mes Shërbimit të Onkologjisë së Spitalit Rajonal Shkodër, Organizatës Autoktone dhe Universitetit të Shkodrës, me qëllim përhapjen e mesazheve të kujdesit dhe vetkontrollit si mjete jetike në luftën kundër kësaj sëmundje.